Jam shumë i prikur realisht për të gjithë iniciativën që morën përsipër edhe pse është shumë e çuditshme që mora përsipër një iniciativë kaq të çuditshme me veten time për bërë një dokumentar në situatë lufte në Iran, që familja ime kishte shumë e rëndë për mua, që bëjnë vërtetësi shumë të madhe. Kam shumë emocione të ndryshe nga çdo herë tjetër në fakt. Do doja shumë të mirë nga shpirti të falenderoja bordin drejtues të shoqatës shqiptare Shqipërinë, shoqatës të gjatë Shqipëri, për një punë të jashtëzakonshme që kanë bërë për integrimin e komunitetit iranian në Shqipëri. Duaj ndarë të pyetje për shkak çdo iraniani në Shqipëri dhe vetë të thej që jam shumë krenar që punoj me ju dhe për ju, sepse kam mësuar shumë gjëra nëpërmjet jush. Kam mësuar që kudo që ti jesh mund të krijosh një shtëpi të re, edhe unë për ju dhe ju për mua jemi shtëpi për njëri tjetrin. Sigurisht, duke qenë se shumica e Marshallah ose duke qenë se shumica e iranianëve janë të besimit, sigurisht musliman po shia, sot do doja të bëja edhe një përshëndetje për çdo besimtar të cilët sot festojnë një ditë shumë të rëndësishme, që është dita e Jo, se ka telefoni, tamam, baj, është një ditë shumë e rëndësishme për çdo iranian, sepse sot është dita e martesës Imam Aliut me Fatimën, dhe ata e festojnë si një ditë shumë të rëndësishme. Për pjesën tjetër, do doja të dija nëse ka një pyetje nga ana juaj për dokumentarin dhe më pas do të merremi me shpërndarjen e librave. Do të kisha shumë kënaqësi nëse këtë libër pasi ta merrni dhe pasi ta lexoni, të jeni përshtypje tuaja apo ta jeni në story. Që sa më shumë persona që janë të apasionuar pas thrillerave psikologjik, të mund ta shohin dhe ta marrin. Nëse keni ndonjë pyetje, do të jem shumë i hapur të përgjigjem. Ju falenderoj specialisht për ju që keni ardhur sot. Jemi shumë të emocionuar e bëni Allah për emocionet se sigurisht ishte një punë shumë e vështirë për gjithë. Ju falenderoj specialisht